Besimtarët e krishterë katolik në prag të Pashkës katolike zhvilluan ritin e rëndësishëm të udhës së kryqit, të udhëhequr nga arqipeshkvi i dioqezës Tiranë-Durrës i Zot Arjan Dodaj. Qindra besimtarë u mblodhën në sheshin Nën Tereza në Tiranë, duke u bërë pjesë 14 ndalesave që përshkruajnë vuajtjet e Jezu Krishtit, që pranoi dënimin me vdekje për të shpëtuar njerëzimin nga mëkatet. Vetim Zot Arjan Dodaj në këtë të premte të madhe si një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit liturgjik të krishterë, pas periudhës së kreshmave bëri thirrje për reflektim dhe solidaritet, ndërsa një mesazh pati edhe për paqe në botë pas konflikteve në lindjen e mesme. Ecja jonë është ecje shprehëse, sepse Zoti ka fjalë për ne të asaj jete që sot në këtë botë nuk humbojnë më, sepse humbojnë fjalët e vdekjes, zhurmat e bombave. Miqtë e mi, për këtë që ne në këtë mbrëmje jemi mbledhur së bashku, sepse jemi të shënuar nga dashuria e Zotit që futet në raport me mundimet tona. Besimtarët uruan për më shumë mirësi dhe dashuri. I lutën a Zotit që në këtë situatë të vështirë që bota po kalon, ku shikohet që paqja është vërtet në lëkundje, që Zoti ta zbrazin hirin e vet dhe të japin bekimin e tij për marrë njerëzimin. Gëzuar Pashkët e gjithëve dhe paqe në mbar botën, kjo është ajo për cilën lutemi më shumë të sonte. Më shumë dashuri, paqe për të gjithë. Gëzuar Pashkët, arsyeja që lutemi sonte është për paqe në mbar botën. Unë do lutem për familjen time dhe për shëndet e për paqe. Gëzuar Pashkët fillimisht dhe arsyeja që lutemi ne është për paqe në mbar botë dhe pushimin e luftrave anë mban. Lutjeve në shesh u bashkuan edhe shumë turistë të huaj. Buona Pasqua. Udha e kryqit mbetet një ditë rëndësishme për të gjithë besimtarët e krishterë dhe kremtohet gjithmonë 2 ditë para festës së Pashkës, që shënon edhe ngjalljen e Jezu Krishtit. Pjesë e riteve të kalendarit liturgjik të krishterë është edhe shtuna para Pashkës, ku besimtarët shkojnë në kishë për të bekuar ushqimet si buka, vezët apo djati që serviret në tryezën e festës.